Ju dridhe qërpiku i syrit, ja pse ndodh kjo. Stresi është shkaktari kryesor i dridhjes së qërpikut, zakonisht të zgjat për një javë ose derisa periudha e stresit të zgjas. Shumë ekspert mendojnë që edhe stimulantët sikurse kafeina shkaktojnë dridhjen e qërpikut, prandaj mundohuni që gjithmonë ta pini kafen me një gotë ujë. Mungesa e mineraleve më së shpeshti magnezit mund të sjellë deri tek dridhja e syrit. Sytë e thatë i masë mundin të jenë pasojën plakjes, mbajtjes së tharjes dhe si pasojë e barnave të caktuara, prandaj përdorni lot artificial ose lagni sytë me ujë të ftohtë të pastër. Gjithashtu edhe shtrëngimi i nofullës ose kërcitja e dhëmbëve mundet që të çojë në dridhje të qërpikut të syrit, prandaj duhet që t'i bëni masazh nofullës nga jashtë dhe brenda dhe kjo do ta lëshojë fytyrën tuaj dhe do t'ju lehtësojë nga ky problem tepër i bezdisshëm.